Për 20 vite me radhë, Ylli Hadaj nga Këlcyra ka siguruar jetesën përmes mbledhjes së bimëve medicinale. Në vitin 2002, ai la pas jetën në Greqi për t'u rikthyer në vendlindje me shpresën për një të ardhme më të mirë. Që atëherë, puna me bimët e egra është bërë pjesë e pandashme jetës së tij të përditshme. Kam qenë 10 vjet. Jam kthyer në 2002. Tham ta ndërtojmë një jetë më të mirë këtej. Jam fermer, i kam bërë gjitha me blegtori, me toka, me pak vreshta, po jugu i ka të gjitha bimët. I tregu huaj, Turqia, Gjermania, Amerika, nga Saranda, fushat e Vurgu, deri në Çashov, përmetit, kufi me Greqinë. Kam mbledhur Blirin, Sherebelën, edhe Çajin e malit. Pavarësisht sfidave, 55 vjeçari nuk ka reshtur për asnjë ditë së mbledhuri dhe grumbulluar bimë medicinale. Ai thot se fal këtij angazhimi, jo vetëm siguron të ardhura për familjen, por edhe ruan lidhjen me natyrën dhe zonën ku ka lindur. Sherebelën. Ja, 15-20 vjet po. Kam arritur 50 kuntal. Sherebel. Kam bajt familje, ai del më mbaron shkollën tani. Po thuaj se më shumë i thaj, tani bearit. Dimrit janë ca lloj lulesh që e shesim më shumë direkt. Nga pylli. Do vish andeja me mjet. 5-6 orë. Në mal edhe 12 vinte, kur vini me kafsh. Malshov. Nga Këlcyra 10-12 kilometra. Çoheshim në 4 dhe ktheheshim në 4 mbasdite. Puna me bimët medicinale, thot ai, e ka ndihmuar të ruaj aktivitetin fizik dhe të sigurojë të ardhura për familjen e tij.